Mos t'i hidhni kurrë sheqer kafes nëse nuk doni të vuani nga kjo sëmundje. Sipas ekspertëve, pak javë më parë u zhvillua një eksperiment për të kuptuar më mirë se si ushqimet dhe stilet e ndryshme të jetesës ndikojnë në rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, duke përdorur një pajisje konstante të monitorimit të glukozës. Nëse ju i konsumoni të gjitha kafet me një përqindje të lartë të sheqerit, kjo do të rrisë nivelin e tij në trup, duke rritur në këtë mënyrë edhe presionin e gjakut. Kështu, nëse bëni pjesë tek kategoria e njerëzve të cilët vdesin të pinë kafe me shumë sheqer, hiqni menjëherë dorë nga ky zakon, në qoftë se ju nuk doni që të prekeni në të ardhmen nga këto sëmundje si tensioni i lartë i gjakut, diabeti apo sëmundjet e zemrës.